Në Shqipëri shikon një makinë me 2.500 euro dhe mendon, wow, super rast. Por pas 3 muajsh, ke lënë më shumë para në servis se sa ke bler makinën. Sot do të flasim për makinat që duken si okazion, por në fakt janë një grop që nuk mbushet asnjëherë. Unë jam Iliri nga gjithçka rreth makinave dhe në këtë kanal ju tregoj gjithçka që unë di dhe që ti duhet të dish për të mos gabuar në blerjen e makinës tënde. Bëj subscribe dhe mos harro të pëlqesh videon nëse do të kursesh para nga mashtrimet më të zakonshme. Në vend të parë qëndron një Opel Vectra C i vitit 2002 deri në vitin 2008. Në fakt duket sikur po merr një makinë shumë të lirë, por kujdes, motori CDTI është një makth i vërtet për mekanikët. Elektronika dështon shpesh dhe pjesët janë gjithmonë porosi speciale, sidomos problemet me injektorët. Në vend të dytë është një Peugeot 407, pamje moderne, interior komod, por nga ana mekanike një fatkeqësi. Probleme me amortizatorët, motorin dhe sidomos me kambion automatike, sigurisht tek variantet e vjetra që dështojnë ende ose dështojnë pa paralajmëruar. Në vend të tretë është një Renault Megane e vitit 2002-2009 seria 2, duket e lirë, shumë praktike, por kartat elektronike ose çelësat e makinës dhe sistemi elektrik janë një film horror. Shumë të dashura për serviset shqiptare sepse i sjellin shumë punë. Në vend të katërt qëndron një makinë italiane, konkretisht një Fiat Stilo. Kjo makinë ndoshta është më e lirë se sa telefoni yt, por jo dhe aq kur vjen puna tek shërbimet dhe mirëmbajtja. Kanë probleme me ECU-n, me sensorët dhe me sistemin e qarkullimit të ajrit në kabinë. Në vend të fundit, por jo më pak e rëndësishme, qëndron një makinë gjermane, një Audi A6 2.5 TDI viti 2000 deri në vitin 2004. Prestigj gjerman, por me 2.500 euro këtë Audi, harroje. Kjo është një makinë që të fal makthin më të bukur. Turbina, pompa naftës, zinxhiri motorit, të gjitha gati për të ndruar. Shumë njerëz në Shqipëri mashtrohen nga çmimi i ulët dhe përfundojnë me makina që u pin gjakun. Mos harro, më mirë të paguash pak më shumë në fillim për një makinë më të mirë se sa të bëhesh klient i rregullt i servisit. Ndaj, zgjidh makinën që të lejon të jetosh, por jo që të rrënoj xhepat e tu. Nëse kjo video të erdhi në ndihmë, mos harro të bësh like dhe shiko videon e kaluar ku unë flas për 10 makinat që të çojnë tek mekaniku pa kaluar ende 70.000 kilometra.